Unë të them vërtetën, nuk është se ne jam deri i sulmuar personalisht, sepse baza u bën vite, më njeh mirë, i njoh mirë, i du shumë, edhe mendoj se nëse s'm duan shumë, minimumi më respektojnë. Kështu që edhe kanë kuptuar që kur flas gjithmonë në interes përbashkët. Nuk është se flas thjesht për interes personal. Kështu që personalisht nuk jam deri i cënuar. Patjetër që mund të kem pas komente, njerëz që kanë patur mendim ndryshe, por ka qenë kënaqësi realisht që të diskutoj edhe me ta, se unë këtë po kërkoj që të flitet në mënyrë të hapur dhe të shikojmë çfarë mund të përmirësojmë. Kështu që unë nuk mund të tregohem unë i mbyllur. Tek pjesa e bazës, nëse i takon në mënyrë personale, është 99.9% e bazës janë me mentalitetin që punët nuk i kemi bërë siç duhet. Duhet të evidentojmë gabimet dhe të bëjmë përmirësime. Dhe nëse nuk bëjmë përmirësime, vetëm i zgjasim pushtetin Edi Ramës me gjithë grupin e tij njerëzve të korruptuar. Kështu që qasja në bazë njerëzit kërkojnë që të ketë seriozitet edhe të ketë ndryshim. Pastaj ka njerëz që dalin hapur për këtë pjesë dhe shprehen në mënyrë të hapur, ka edhe të tjerë që prej eksperiencës nuk i gjykoj sepse ne kaluam një përplasje goxha të fortë Basha Berisha dhe ishte një nga përplasjet më të vështira, ishte 2 vjet ose 3 vjet punë për ta rimbledhur Partinë Demokratike dhe për ta riorganizuar. Ishte goxha e vështirë, kështu që ka dhe njerëz që për të shmangur këtë lloj përplasje janë më të rezervuar dhe nuk flasin hapur.